8 marsi, është fest apo protest? Le ta shikojmë. Ka njerëz që gëzojnë, ka edhe njerëz që janë të mërzitur. Ju si jeni? Unë jam në rregull. Okej, prit. Se do ju jap nga një lule secilës, po ma marr aty tani se i kam lënë te stoli se si mbaja do të gjitha. Urdhëroni edhe gëzuar festë. Po pse keni kaq komplekse ju gocat e reja, jeni të bukura? Fest. Arsyeja? Tash fest, unë kështu e më mend, tash mu mos më merr këto të reja tash jo. Mos më kap more. Okej, urdhroni këtë gjithsesi edhe gëzuar 8 marsin. Mos më kap më. Boll. Po boll pra! Protest. Jashtë vendit e festojnë kështu për protest. Po, dalin në protest, vetëm ne festojmë, po. Urdhro, kjo është për ty gëzuar festën. Faleminderit shumë. Historikisht është protest. Sepse shumica e grave në Shqipëri mendojnë që është fest, prandaj. E kanë të trashëguar nga sistemi i vjetër. Vazhdon sistemi i vjetër funksionon akoma. Urdhroni, kjo është për ju. Shumë komplimenta që keni shumë e bukur. Rrosh. Faleminderit shumë. Që ta marrësh. Nona! Yes. Hajde, nona, hajde. Me që më kanë ngelur dhe 2 lule për ju të dyja. Protest për mua. Gruaja ka nevojë për drejtat e veta dhe jo të festoj kot. Kot pa lidhje ti me Urdhroni. Faleminderit. Ai super gjysha se si tash. Nuk e di? Nuk e di.